Përfundon me sukses riparimi i avarisë në tubacionin 700 në linjën kryesore të furnizimit me ujë në lagjen 10 Korriku, pranë spitalit psikiatrik. Si kundër u njoftua, ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë njoftoi se punoi në orët e para të mëngjesit me qëllim që të mos kishte ndikim në aktivitetin e konsumatorëve familjar dhe privat gjatë kësaj të premteje. Është rivendosur në punë i gjithë sistemi prodhimit të ujit të qytetit të Vlorës, ndërsa punojësit punuan në orët e para të mëngjesit, si kundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran, ndërsa u arrit që riparimi i avarisë të bëhej në një kohë sa më të shkurtër. Për këtë u angazhua dega teknike, e cila bëri të mundur riparimin e këtij defekti për të mos patur kështu impakt tek qytetarët, por edhe bizneset në qytet dhe në zonën e Lungomares. Stacionet e prodhimit të ujit u vendosën në punë në orët e para të mëngjesit me njëherë pas përfundimit të kësaj avarie, duke bërë të mundur furnizimin e qytetit normalisht me ujë. Gjithçka edhe në kuadër të masave të ndërmarra për përgatitjen për sezonin turistik të këtij viti, me qëllim për një shërbim sa më të mirë në drejtim të furnizimit me ujë të popullatës, por edhe të bizneseve. Ndërmarrja e ujësiellës kanalizime ka një falënderim të veçantë për të gjithë punonjësit që u angazhuan në këtë ndërhyrje në tubacionin 700 në linjën kryesore të furnizimit me ujë të qytetit në lagjen 10 Korriku, duke mbyllur atë me sukses brenda vetëm pak orësh.